Baba mbajti një 4 ditë dhe më tha shko prapë se s'ka sent në Gjermani. Ati i ka une, kur e pa ashtu dëshirova në këtë vend, edhe mbas 4 vjetëve më shiti mu. 70% shqiptarë shavin, kur nisin për me artu kej, thonë për shkrim të shqiptarë. Ne jetojshim në Kroaci, me vllaznit, babën e kisha në Gjermani, 91-shin kur nisi lufta në Kroaci, unë sa i bana 18 vjetë atëherë, e 91-shin kom marrë për në Gjermani. Edhe te baba mbajti një 4 ditë dhe më tha shko prapë se s'ka sent në Gjermani, nuk donte me jetu në Gjermani. Më qojtë autobuzi në Stuttgart, ati i ka une, thash po vnohet autobuzi, thash sa problem, sa do të pres, thash jo, haj shko, thash ti, unë do shkoj vetë. Edhe i ka shkova me një fshat Milhausen, kisha një shokati nga Çegrani, Iza, me ati isha, edhe do këtënartë e mi punojshim me një ambëltore. Prej ati, thash buk po më hajë, thash që ti jo një pizzeri. Shkova me hangër buk, germanishtën se dishe, italishtën pak. Edhe vesat shefin, thash, a keni të një dhomë këtu? Se kemi një dhomë, tha po, ne duhet për punëtorë. Thash, po që unë do punoj? Si, tha, ti tha do lajsh pjata? Thash, po, unë do laj pjata. Tha, okej, nesër 10 ora hajde. E të nesër, unë atë shkova te Minxha, se ke baba s'kuzësha me shku, i ka te Minxha, dhe të nesër 10 ora shkova në punë, ati nejta 1 vjetë, punova, i bënë letrat Duldungin, pastaj s'na vazhdojnë, pastaj që ashtu në zezë deri 2002. Gjithmona kanë ideja prej ditës që kam marrë në Gjermani, po kushtet financiare nuk ishin, deri sa u rregullohen. Kur erdha unë këtu në Basel, në Zvicër, kisha një firmë parketit, e qela, punojsha parket, me këtë ish pronarin e Eskafes Milanos, edhe ai kishte firmë parketit, më dha punë, dhe këtë ambëltore, kur e pa ashtu dëshirova në këtë vend, se shumë rrugë e mirë, dhe veta po ma shetë. Tha nëse e shes, ta shes ti, edhe mbas 4 vjetëve ma shiti mu. Gjallit që 2 vjetë ja ka ma punë, e menaxhon gjalli, dhe shumë ma mirë se une. Po e menaxhon. Si fillim kur jam ardhë, kur më ka tregu babi se ka marrë Eskafene dhe jam gëzu shumë e vërtet se kam pas edhe unë vetë dëshirë për me par një biznes tonin edhe me udheq, po kështu u pranu dëshira edhe fal babit, e tash jena ato e menaxhu. Unë jam ardhë në vitin 2013 tu, e sosa shkollën fillore në Maqedoni, fshatin Tenov, pastaj erdha për nërgim. Këtu më priti babi, si gjithë si jam ardhë vetë, si e ka patë vështirë babi. Edhe ja fillova shkollës, klasën e 9 dhe 10 e krita këtu, edhe çdo herë mas shkollës e kisha shumë qef ambëltorën kafen këtu ku e kishim edhe visha çdo herë mas shkollës visha këtu. Jena këtu afër kufinit të Zvicrës, kufinin e Baselit edhe Francës, Milhausen, Dreiländereck Eck, thirret se është 3 këndësh, do me thamë se janë 3 shtete, kufizohet me 3 shtete, Gjermania, Franca dhe Zvicra. Në kufi me Baselin edhe Milhausen, vendi quhet Weil am Rhein, dhe këtu kena klientel shumë prej Zvicrës, do me thonë shumë shqiptar, kena krejt nacionalitetet, turk, arab, të Francës plot. Kur jena ardhë fillim e nisha unë si fillim muzikën shqip të babi lëshon të gjithë, edhe për atë arsye mendoj se kena shumë klientel shqiptare, me thonë një 60% i kena, ose 70% shqiptarë shavin, edhe krejt kur nisin për me artu kej, thonë për shkrim të shqiptarë. E kështu që ndjena krenar për punën që jena të e bo edhe nuk e mohojmë se jena shqiptarë kur. Jena aktiv do me thonë 12 muj, kur se kena mbill, edhe 12 edhe verës, ofrojna akullore, pije, të ftota, kafe, ëmbëlsira, trileqen që e kena ne tradicional, tonën, pizza, kështu pastaj do vazhdojmë edhe do kese edhe buk, në kuzhinë italiane, do kese pasta e kështu se në më radhë. Ju kisha thonë se mos i humbi shpresat kur, ëndrrën që e ëndrojnë gjithmonë le të punojnë, le të vazhdojnë, se dikur do të bëhet realitet. Stafin e kena me thonë gjithë shqiptar, kena prej Kosove, do kena edhe prej Shqipërije, kuzhinjerin, mendoj dhe kena prej Shqipërije, jena të e prit. Vështërsi që e kam parë gjatë rrugës nuk e dëshiroj askujna, ndashje shqiptar çka do që është. Se kemi patë shumë vështërsi, po elhamdulillah nga Zoti, ja arritëm.